Nëse prek atë piano, martohem me ty milionerja qeshi me zë të lartë për para të gjithëve, duke i bërë shenjë punonësit të pastrimit. Askush nuk e imagjinonte se ai njeri mbante një sekret që do të trondiste edhe më arroganten dhe do t'i ndryshonte përgjithmonë fatin. Salla kryesore e hotelit shkëlqente me lambadar kristali. Qindra të ftuar elegant bisedonin mes gotave të shampanjës dhe buzëqeshjeve të stërvitura. Ishte gala më mbamirëse e vitit, ku të pasurit shfaqnin pasurinë e tyre të maskuar si filantropi. Mes këtij oqeani luksi dhe vaniteti, askush nuk i kushtoi vëmendje burrit që shtynte karrocën e pastrimit përgjatë mureve. Ai mbante kokën ulur, siç kishte mësuar prej vitesh. Në vende të tilla, njerëz si ai ekzistonin vetëm kur bënin ndonjë gabim. Një grua i bërtiti kur ai pothuajse u përplas me të dhe i derdhi pak nga pija. Ai kërkoi falje me zë të ulët dhe u tërhoq në një qoshe. Zemra i rrite fort, jo nga frika, por nga diçka tjetër. Në qendër të sallës, mbi një skenë të ngritur, qëndronte një piano e zezë madhështore. Ai e shikonte vazhdimisht, ndërsa gishtat i lëviznin pa vetdije, sikur kujtonin diçka që trupi nuk e kishte harruar kurrë. Prezantuesi shpalli me zë të lartë hyrjen e zonjës së shtëpisë, një biznesmene e famshme dhe e fuqishme. Ajo u ngjit në skenë me sigurinë e dikujt që nuk kishte njohur kurrë dështimin. Flokët perfekte, bijut e shtrenjta dhe një buzëqeshje që nuk arrinte në sy. Ajo falenderoi të ftuarit dhe foli për bamirësinë, duke shtuar me ironi se fondet ishin për njerëzit që vërtet kishin rëndësi. Disa qeshën me kuptim. Ai ndjeu peshën e atyre fjalëve, njerëz si ai nuk hynin në atë kategori. Ajo vazhdoi duke folur për pianon, duke thënë se ishte e turpshme që askush nuk kishte talentin ta luante. Pianisti i ftuar kishte anuluar dhe instrumenti kishte mbetur i papërdorur. Me ton tallës, ajo shtoi se Mesa Dukej nuk kishte askënd me klasë muzikore në sallë. Pikërisht atëherë, vështrimi i saj u kryqëzua me të tijin. Ai po e shikonte pianon me aq dëshirë, sa tani ishte plotësisht i dukshëm për të gjithë. Një heshtje e sikletshme pushtoi sallën. Ajo e studioi nga kokat e këmbët, me një përzierje keqardhjeje dhe përçmimi. U afrua dhe e pyeti nëse dinte të luante piano. Ai u përgjigj me zë pothuajse të padëgjueshëm se nuk kishte thënë asgjë. Ajo buzëqeshi me kënaqësi mizore dhe vendosi ta kthente situatën në spektakël. U kthye nga publiku dhe bëri një propozim teatral. Nëse ai do të prekte pianon dhe do ta impresiononte, ajo do të martohej me të. Salla shpërtheu në të qeshura. Ideja ishte absurde, një shaka mizore. Disa i kërkuan ta linte rehat, por ajo vazhdoi, duke e pyetur nëse pranonte apo preferonte të kthehej te karroca e pastrimit. Ai ndjeu dëshirën për të ikur, por syt ju kthyen sërish pianos. Kujtimet e fëmijërisë, orët e pafundme të praktikës, duart e vogla mbi tastier, një zë i dashur që i thoshte se kishte një dhuratë. Pastaj humbja, dhimbja dhe heshtja. Kur ajo i përshpëriti se njerëz si ai lindnin dhe vdisnin në fund, diçka u thye brenda tij. Nuk ishte zemërim, por kujtesa e asaj që kishte qenë. Ai ngriti kokën dhe tha qartë se e pranonte sfidën. Heshtje totale. Askush nuk e priste atë përgjigje. Ai u ngjit ngadalë në skenë, mes shikimeve tallëse dhe kurioztare. U ul përballë pianos, preku tastet dhe mbylli sy. Nota e parë tingëlloi e pastër dhe e qartë. Pastaj e dyta, e treta. Ai luajti me një rrjedhshmëri të jashtëzakonshme. Muzika mbushi sallën dhe të qeshurat u shuan menjëherë. Nuk ishte vetëm teknik, ishte emocion, histori, dhimbje dhe bukuri. Disa njerëz filluan të qanin. Kur melodinë e fundit e la të shuhet, heshtja ishte e thellë. Pastaj shpërtheu një ovacion i fuqishëm. Ai u ngrit dhe u kthye nga gruaja që e kishte sfiduar. Me qetësi i tha se ajo sapo kishte humbur një bast. Publiku priste reagimin e saj. Ajo qëndronte e ngrirë, e tronditur dhe për herë të parë pa fjalë. Një organizator u përpoq ta zbusë situatën, por një kritike muzikore e njohur doli nga turma dhe e njohu pianistin. Ajo shpjegoi se ai kishte qenë një prodigj muzikor, i famshëm dikur, që ishte zhdukur pas një tragjedie personale. Ai pranoi se kishte humbur njerëzit më të dashur dhe se muzika i kujtonte gjithçka. Por ajo natë e kishte sjellë sërish te pianoja. Kur ai përmendi bastin publik, turma u trazua. Avokat dhe të ftuar shpjeguan se fjala e dhënë publikisht kishte pasoja. Gruaja e kuptoi se po përballej me një skandal të madh. Ai nuk kërkoi para, por respekt.
Tha se donte të shihej si njeri, jo si shërbëtor apo si objekt talljeje. Në fund, ai propozoi një marrëveshje, një martesë formale për 1 muaj. Jo për hakmarrje, por që ajo të mësonte ta shihte si të barabartë. Pas atij muaji, nëse ajo ende mendonte se ai nuk vlente asgjë, do të ndaheshin dhe ai do të zhdukej nga jeta e saj. E kapur mes reputacionit dhe krenarisë, ajo pranoi. Kur u kthyen në sallë, u njoftua se do të kishte një martesë. Salla shpërtheu në habi dhe kamera. Askush nuk e dinte se kjo ishte vetëm fillimi i një historie që do të ndryshonte të dyja jetët, duke treguar se shpesh njerëzit më të padukshëm fshehin talentet dhe dinjitetin më të madh. Një ndjenjë e thellë që nuk donte ta emërtonte. Frikë e vërtet nga ajo që po vinte. Telefoni nuk pushonte së dridhuri. Mesazhe, thirrje, njoftime. Të gjithë donin një pjesë të historisë. Të gjithë kërkonin detaje, shpjegime, rrëfime. Me duar që i dridheshin, e fiku telefonin dhe e hodhi në anën tjetër të dhomës. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Ajo u ngrit dhe ju afrua dritares së madhe që mbulonte të gjithë murin, duke vështruar dritat e qytetit që vezullonin si yje të rënë. Diku poshtë, mes atyre dritave, ishte ai burr, njeriu që brenda një nate kishte arritur atë që askush tjetër nuk kishte arritur prej vitesh, ta bënte të ndiej e vogël, e pambrojtur, njerëzore. Ajo e urrente këtë ndjenjë dhe, çuditërisht, e respektonte gjithashtu. Në anën tjetër të qytetit, në një ndërtesë modeste që kontrastonte ashpër me luksin e apartamentit të saj, edhe ai ishte i përhumbur. Nuk mund të flinte. Jo pas asaj që kishte bërë, jo pas asaj që kishte prekur pianon për herë të parë pas kaq vitesh, jo pas i kishte parë njerëzit në sy dhe ishte ndier më në fund i dukshëm. U ul në buzë të shtratit, duke vështruar duart e tij në dritën e zbeth të llambës. Këto duar kishin krijuar magji atë natë. Kishin ringjallur diçka që ai e kishte varrosur prej kohësh. Me hapa të ngadalt ju afrua dollapit të vogël në qoshe. Nga fundi, pas kutive të mbuluara me pluhur dhe rrobave të vjetra, nxori një valixhe që nuk e kishte hapur prej vitesh. Gishtat i dridheshin ndërsa hapte kapset e ndryshkura. Kur më në fund u hap, e goditi një val kujtimesh. Fotografit, copa jetet të kapura në letër që tashmë ishte zverdhur nga koha. Një foto tregonte një djalë të ri, plot jetë dhe shpresë, pranë një pianoje, duke mbajtur një trofe. Ai mezi e njihte atë njeri. Dukej si dikush nga një botë tjetër. Vazhdoi të kërkonte mes fotografive, secila si një thik në zemër, derisa gjeti atë që e dinte se ishte aty. Një grua me bukuri të thjeshtë, por rrezatuese, që e përqafonte. Sytë e saj shkëlqenin nga dashuria. Zemra i u shtrëngua fort. Përshpëriti emrin e saj në ajrin bosh dhe lotët filluan t'i binin mbi fotografi. I fshiu me ngut, i tmerruar se mos i dëmtonte. Pastaj gjeti foton tjetër dhe ajri i iku nga mushkëri. Një vajzë e vogël, jo më shumë se 5 vjeç, ishte ulur në prerin e tij. Duart e saj të vogla preknin tastierën e pianos dhe ajo e shikonte me adhurim të plotë. Vajza e tij. Drita e jetës së tij. Nofta që i doli nga goja ishte si një rënkim. I kërkoi falje me zë të thyrë. Dhimbja e mbajtur për vite me radhë shpërtheu. U përkul mbi vete, duke përqafuar fotografit, duke qarë me një intensitet që e frikësonte. Kujtimet erdhën pa mëshirë. Ishte një natë me stuhi. Ai sapo kishte përfunduar një koncert të suksesshëm në një qytet tjetër. Zëri i gruas së tij në telefon ishte plot krenari. Vajza e vogël thoshte se babai i saj ishte pianisti më i mirë në botë. Ai kishte premtuar se do të kthehej herët dhe u kishte kërkuar të qëndronin në shtëpi për shkak të motit të keq. Ajo kishte këmbëngulur të shkonin ta prisnin. Ishin fjalët e fundit që ai kishte dëgjuar prej saj. Ai u drodh në dhomën e vogël, duke shtrënguar fotografit në gjoks. Kujtonte thirrjen nga spitali, zërin tepër të butë, vrapin e çmendur, korridoret e ftohta. Vajza nuk kishte mbijetuar. Gruaja ishte në sallë operacioni. Ai e kishte parë të shtrirë, të lidhur me aparate, sytë e saj ende gjallë. Ajo i kishte kërkuar të premtonte se do të vazhdonte të jetonte, të luante për ta. Dhe pastaj gjithçka kishte përfunduar. Qau siç nuk kishte qarë që nga dita e varrimit. Qau për gjithçka që kishte humbur. Më pas, telefoni ra sërish. Një zë profesional i tha se po telefononte për të koordinuar zhvendosjen e tij në apartamentin luksoz. Gjithçka duhej bërë menjëherë. Një makinë do ta merrte në mëngjes.
Duhej të merrte vetëm gjërat thelbësore. Ai shikoi rreth e rrotull. Çfarë ishte thelbësore kur gjithçka që donte ishte zhdukur? Unë njoftua gjithashtu se ceremonia civile do të zhvillohej shumë shpejt, me pak dëshmitar dhe një sesion fotografik për media. Ideja i dukej absurde. Për të, kjo ishte ende një çështje kontrolli imazhi, jo një lidhje njerëzore. Ai e mbylli telefonin dhe qëndroi gjatë duke e shikuar. Së shpejti do të martohej me një grua që mezi e njihte, e detyruar në këtë marrëveshje. I mblodhi fotografit me kujdes, duke lënë jashtë vetëm një, gruan dhe vajzën duke buzëqeshur së bashku. U foli në heshtje, duke pranuar se nuk e dinte nëse po bënte gjën e duhur, por se kishte nevojë të ndjente diçka, të provonte se jeta kishte ende kuptim. Ajo natë kaloi pa gjumë për të dy. Kur erdhi agimi, secili e pa nga dritarja e vet, ajo nga lartësia e gjamd, ai nga banesa e vogël. Brenda pak orësh, botët e tyre do të përplaseshin. Një makinë e zezë e mori në orën e caktuar dhe e çoi drejt një lagjeje ekskluzive. Ndërtesat modeste u zëvendësuan nga kulla xhami. Kur hyri në apartamentin luksos, gjithçka dukej si muze, e ftohtë, pa jetë. Ajo e priti me ton të ftohtë, duke i treguar dhomën dhe duke theksuar se marrëveshja ishte vetëm për një muaj. Ata do të mbanin aparencat në publik dhe do ta injoronin njëri tjetrin në privat. Ai u përpoq të fliste për njohjen e ndërsjell, por ajo i tregoi qartë frikën dhe distancën e saj. Pak më vonë, u lajmërua për një vizitë urgjente. Ishte motra e saj, me të cilën nuk fliste prej vitesh. Tensioni ishte i menjëhershëm. Motra e akuzoi për atë që kishte bërë publikisht dhe për jetën e ftohtë që kishte ndërtuar. Konflikti i vjetër shpërtheu. U fol për një gabim të së kaluarës, për një skandal familjar, për një baba që kishte vdekur nga stresi dhe turpi. U zbulua se motra kishte marrë mbi vete fajin për të mbrojtur familjen. Në kulmin e debatit, motra pa një fotografi në valixhen e hapur. Një grua dhe një fëmijë. Pyeti me zë të ulët. Kur mësoi emrin e gruas, u zbe. E vërteta doli në dritë si rrufe. Aksidenti që kishte shkatëruar familjen e tij ishte shkaktuar nga burri i saj, i dehur në timon. Një tragjedi e vetme kishte lidhur dy familje pa e ditur. Heshtja ishte e padurueshme. Ai u ul, i thyer. Ajo kuptoi se dhimbja që ai mbante ishte e njëjtë me të sajin. Motra u largua mes lotësh. Ata mbetën përballë njëri tjetrit, të ndarë nga një humner e re, por edhe të bashkuar nga e njëjta plagë. Ajo pranoi se nuk kishte ditur të vërtetën. Ai tha se nuk kishte rëndësi nëse kishte ditur apo jo, dhimbja ishte reale. Megjithatë, për herë të parë, të dy kuptuan se urrejtja e tyre ishte sipërfaqësore krahasuar me dhimbjen e përbashkët. Kur ajo e pyeti nëse ende donte të martohej, ai pranoi. Jo nga detyrimi, por sepse ndoshta dy njerëz të thyer nga e njëjta tragjedi mund të ndihmonin njëri tjetrin të shëroheshin. Për herë të parë, ajo buzëqeshi sinqerisht mes lotëve. Martesa nuk ishte më një shaka apo një marrëveshje. Ishte një përpjekje e dy shpirtrave të plagosur për të gjetur dritë në errësirë. Dita e martesës erdhi në një qiell të mbuluar me re, si pasqyrim i gjendjes së tyre. Ai u zgjua në luks, por mendja ishte te fotografia në komodinën pranë shtratit. Pyeti në heshtje çfarë do të mendonin ata që kishte humbur. Ajo, në anën tjetër të apartamentit, shikonte veten në pasqyrë, duke u përpjekur të kuptonte kush ishte në të vërtetë. Një trokitje e butë e nxori nga mendimet. Ai kërkoi të hynte. Të dy pranuan se nuk kishin fjetur. Folën për gjithçka që ishte zbuluar, për dhimbjen, për pamundësinë e faljes së menjëhershme. Ai i tha se falja ishte një proces i ngadaltë dhe se po mësonte ende. Ata qëndruan në heshtje, dy njerëz në prag të diçkaje të panjohur. Ajo tha se brenda pak orësh do të martoheshin, pa dashuri, pa familje. Ai e pyeti papritur, po sikur ta bënin reale? Dua të them që në vend që të shtiremi, në vend që të luajmë role për kamerat, pse të mos bëjmë betime të vërteta? Jo betime dashurie të përjetshme, sepse kjo do të ishte gënjeshtër, por betime ndeshmërie për t'i dhënë vetes një mundësi reale. Ajo e shikoi gjatë. Betime për çfarë saktësisht? Ai propozoi që të ishin të pambrojtur, të mos fshiheshin pas maskave, ta ndihmonin njëri tjetrin të shëroheshin, edhe nëse dhem. Kjo tingëllon e frikshme, pranoi ajo. Është, pohoi ai. Ajo shtriu dorën. Atëherë është marrëveshje. Betime reale, cenueshmëri reale.
Një përpjekje për të parë nëse dy njerëz të thyer mund të krijojnë diçka të plotë. Ai ia shtriu dorën. Këtë herë, kontakti zgjati pak më shumë. Diçka po ndryshonte mes tyre, diçka e imët, por e pamohueshme. Zyra e gjendjes civile ishte e ftohtë dhe e pa shpirt. Pikërisht siç i pëlqente asaj. Të pranishëm ishin vetëm avokati dhe asistentja si dëshmitar zyrtar. Një familjar kishte dërguar një mesazh duke thënë se nuk mund ta mbështeste këtë farsë. Zyrtari lexoi betimet standarde me një zë monoton, dukshëm i mërzitur. Kishte kryer 10 martesa atë javë. Kjo ishte thjesht edhe një tjetër. Ajo e pranoi martesën. E tha fjalën duke e parë drejt e në sy. Në vështrimin e tij ajo pa dhimbje, shpresë, frikë dhe vendosmëri. Edhe ai pranoi. Me autoritetin që i jepte shteti, u shpallën burr e grua. Nuk pati puthje, nuk pati duartrokitje, vetëm 2 firma mbi letër dhe 2 unaza të vendosura mekanikisht. Por kur ai ja rrëshiti unazën në gisht, i përshpëriti diçka që vetëm ajo mund ta dëgjonte, të premtoj të jem i ndershëm, edhe kur dhem. Dhe ajo, duke i vendosur unazën, u përgjigj, të premtoj të përpiqem të jem sërish njerëzore. Ishin betime më kuptimplota se çdo poezi romantike. Seanca fotografike ishte planifikuar në hollin e hotelit më luksos të qytetit. Mediat prisnin të hetura, kamerat gati, pyetjet të mprehta. Historia e punonjësit të pastrimit që kishte luajtur piano kishte kapur imagjinatën e publikut. Buzëqeshni udhëzoi fotografi. Ajo buzëqeshi me përsosmëri të stërvitur, të njëjtën buzëqeshje që përdorte në konferenca shtypi, por ai nuk arriti. Etia ishte e vogël, e sinqert, nervoze. Një gazetare pyeti si ndihej që po martohej me dikë që e njihte prej pak ditësh. Ajo u përgjigj me kujdes se ndihej e befasuar nga jeta dhe se ndonjëherë lidhjet më të papritura janë më domethënëse. Një tjetër pyeti nëse ishte e vërtetë që ai ishte pianisti i zhdukur dhe pse e kishte lënë muzikën. Ai ndjeu peshën e pyetjes. Tha se kishte humbur diçka shumë të rëndësishme dhe bashkë me të edhe qëllimin, por po mësonte se kur nuk është vonë për ta gjetur sërish dhe se gruaja e tij do ta ndihmonte. Pyetja pasoi nëse ajo do ta ndihmonte vërtet. Ai e pa. Mendoi se do ta ndihmonin njëri tjetrin. Kamerat kapën momentin, shikimin mes tyre që dukej se përmbante biseda të tëra. Pastaj erdhi pyetja e fundit nga një gazetar i njohur për hetime agresive. U përmend një skandal financiar familjar dhe lidhja e tij me tragjedinë personale të burrit. Salla u zhyt në heshtje. Kamerat u përqendruan tek ajo. Ajo u zbe, duart filluan t'i dridheshin. Por para se të përgjigjej, ai foli. Tha se e kaluara e tij ishte e ndërlikuar dhe e dhimbshme, ashtu si edhe e kaluara e gruas së tij, por ajo që kishte rëndësi nuk ishte nga vinin, por ku po shkonin, dhe ata kishin vendosur të shkonin përpara bashkë. I shtrëngoi dorën lehtë. Ajo e pa me habi dhe mirënjohje. Ajo shtoi se nuk do t'u përgjigjeshin më pyetjeve për të kaluarën dhe kërkoi privatësi për të ndërtuar të ardhmen. Asistentja i nxori shpejt nga aty dhe i shoqëroi drejt makinës që priste. Brenda, të mbrojtur nga xhamat e errët, ajo u shem. Pyeti si e kishin zbuluar gjithçka kaq shpejt. Ai u përgjigj se gazetarët janë të mirë në punën e tyre, por nuk kishte rëndësi. Ajo e pa ndryshe. I tha se ai e njihte dhe e mbronte vërtet. Tani ishin një ekip. Ai tha thjesht se për mirë a për keq ishin bashkë. Udhëtimi drejt penthausit ishte i heshtur, por jo i sikletshëm. Të dy po përpunonin gjithçka që kishte ndodhur. Martesa që kishte nisur si hakmarrje dhe detyrim, po shndërrohej në diçka tjetër, diçka që askush ende nuk dinte ta emërtonte. Kur mbërritën, i priste një surprizë e papritur. 10 buqeta lulesh mbushnin sallonin. Trëndafila, zambak, luledielli. Hapësira e ftohtë dhe minimaliste ishte shndërruar në një kopsht. Ajo pyeti kush i kishte dërguar. Ai gjeti një kartolinë dhe fytyra i u ndryshua kur e lexoi. Ajo ju afrua. Shkrimi ishte elegant, por i dridhur. Lulediellët ishin të preferuarit e saj. Një grua i kishte thënë këtë dikur në spital, ndërsa të dy prisnin lindjen e fëmijëve të tyre. Ajo nuk e kishte ditur se ishte gruaja e tij. Një kërkim falje i nënshkruar nga motra e saj. Ajo mbuloi gojen me dorë. Doli se motra e saj e kishte njohur gruan e tij. Jetët e tyre kishin qenë të lidhura shumë më herët nga sa kishin menduar. Mes luleve ishte edhe një kartolinë tjetër me shkrim mashkullor dhe të fortë.
Kërkonte një takim, sepse kishte gjëra për aksidentin që ajo nuk i dinte, gjëra që do të ndryshonin gjithçka. Ajo e lexoi disa herë, e paftë ta përpunonte kuptimin. Pyeti çfarë do të thoshte kjo. Ai u përgjigj se ishte e rëndësishme dhe se ndoshta duhej ta dinin të gjithë të vërtetën, pa marrë parasysh sa e dhimbshme. Ajo telefonoi menjëherë. Biseda ishte e shkurtër dhe e tensionuar. Kur e mbylli, fytyra i tregonte frikë dhe vendosmëri. Ai do të vinte të nesërmen me dokumente, prova që ndryshonin gjithçka që kishin besuar për aksidentin. Ajo pyeti çfarë lloj provash. Nuk donte t'i thoshte në telefon. Ajo u thye. Po sikur e vërteta të ishte më e keqe se sa imagjinonin? Ai e përqafoi. Ishte një impuls, por ajo nuk rezistoi. U dorëzua për herë të parë pas shumë vitesh. Ai i tha se atëherë do ta përballonin bashkë. Atë natë, në vend që të ndaheshin në dhoma të ndryshme, qëndruan në sallon mes luleve dhe folën deri në agim. Ajo tregoi histori nga fëmijëria, për tatin, për ëndrat që kishte pasur para se të bëhej njeriu i pamëshirshëm i biznesit. Ai ndau kujtime për gruan dhe vajzën e tij, këtë herë pa dhimbje shkatëruese, por me nostalgji dhe mirënjohje. Tha se ajo do të donte që ai të vazhdonte përpara. Vajza e tij kishte sytë dhe të qeshurën e nënës. Ajo mbushte shtëpinë me atë të qeshur. Ajo pyeti nëse ndonjëherë do të pushonte së munguar. Ai u përgjigj se jo, por po mësonte se mund të jetonte me mungesën dhe se të nderoje kujtimin e tyre nuk do të thoshte të vdisje me ta. Ajo qau në heshtje. I mungonte ja ati, motra që kishte qenë dikur, personi që kishte qenë para se të ndërtonte gjithë ato mure. Ai tha se muret mund të shemben dhe se nëse diçka është shumë e thyrë për të riparuar, mund të gjendet bukuri në çarje, si arti japonez që i mbush thyrjet me ar. Ajo buzëqeshi mes lotëve. Ai i tha se ishte bërë i mençur kur kishte ndalur së fshehuri nga dhimbja dhe kishte filluar të mësonte prej saj. Kur më në fund fjetën, të dy ndjen diçka që nuk e kishin përjetuar prej kohësh, shpresë. E brisht, e frikshme, por reale. Por askush nuk mund ta imagjinonte se zbulimet e ditës tjetër do të trondisnin themelet e gjithçkaje që dinin. Sekretet e varrosura prej vitesh do të dilnin në dritë dhe e vërteta do të ndryshonte jo vetëm të kaluarën, por edhe të ardhmen e tyre së bashku. Dita e parë e martesës përfundoi me dy njerëz më pak të vetmuar se prej vitesh, por dita e dytë do të sillte prova që do ta vinin gjithçka në sprovë. Tortura sapo kishte filluar. Zarfi i dytë përmbante një letër për baban. Duart i dridheshin teksa lexonte. Shkrimi ishte i njëjtë, por mesazhi tjetër. Letra fliste për një lidhje mes dy familjeve të shkatëruara nga një tragjedi, jo për të akuzuar, por për të falur. Ajo ishte shkruar me respekt dhe shpresë, duke kërkuar që dhimbja të mos shndërrohej në urrëtie dhe që familjet të mos humbnin njëra tjetrën. Fjalët e fundit flisnin për falje, jetë dhe paqe. Lotët rridhnin pa kontroll. E vërteta doli në dritë, një faj i mbajtur në heshtje për vite, ndihmë anonime, shpenzime të mbuluara dhe një përpjekje e dëshpëruar për të bërë gjën e duhur pa shkaktuar më shumë dhimbje. Një letër tjetër e fundit ishte një thirrje për guxim, për të mos humbur kohën, për të mos lejuar krenarinë dhe frikën të pengonin dashurinë dhe njerëzinë. Dy shpirtra të thyer, të lidhur nga e njëjta humbje, ftoheshin të shëroheshin bashkë. E vërteta ishte shkatëruese, por edhe çliruese. Falja ishte dhënë qysh më parë. Dhimbja u nda dhe u bë më e lehtë për t'u mbajtur. Gradualisht, hapësira e ftohtë u mbush me jetë, muzikë dhe kujtime. Heshtja u zëvendësua nga nota që nuk vajtonin më, por festonin jetën. Kur erdhi koha për të zgjedhur, vendimi nuk u bazua më në detyrim, por në dëshirë. Ajo që nisi si marrëveshje u kthye në një lidhje të vërtetë, të ndërtuar mbi mirëkuptim dhe shërim të ndërsjellë. Nga dhimbja lindi shpresa, nga humbja lindi dashuria. Në fund, kujtimi i të humburve nuk ishte më vetëm burim trishtimi, por një urë drejt një të ardhmeje më njerëzore. Plagët mbetën, por u shndërruan në pjesë të bukurisë së re. Nga thyrja lindi diçka e fortë dhe e vërtetë, një fillim i ri i ndërtuar mbi falje, jetë dhe paqe.